Mbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama i përgjigjet protestuesve. Kryeministri thotë se disa parti po i përdorin hallet e qytetarëve për politik, përsërit ftesën për të ulur në dialog. Berisha deklaron se Partia Demokratike mbështet plotësisht 5 kërkesat e protestuesve. Lideri i opozitës thotë se Rama përgjon me kamera qytetarët. Forcat speciale të policisë ndërmarrin operacion të gjerë antikanabis në malësitë e Krujës, zbulohen disa parcela droge, bimët asgjësohen me anë të djegjes. Maturantët japin provimin e fundit atë lëndës me zgjedhje. Testimi në masa të rrepta sigurie. Të rinj do nisin për zgjedhjen e degëve për në universitete. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama këmbëngul se protestuesit po përdoren nga ata që sipas tij duan të pengojnë Shqipërinë, teksa bën ftesë për dialog. Ai thotë se subjekte të caktuara politike po përfitojnë në kurrizë të halleve të qytetarëve. Ndërkohë në një intervistë për mediat ndërkombëtare, Rama hedh poshtë pretendimet se është kumbari i Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për protestat lidhur me çështjen e Zvernecit. Në një intervistë për Financial Times, kreu i qeverisë ka mohuar të jetë ashtu quajturi kumbari i Shqipërisë. Pas disa javësh protesta kundër korrupsionit, të nxitura nga zhvillimi i një resorti luksozi lidhur me dhëndrin e Donald Trump. Njerëzit thonë se unë jam udhëheqësi i gjithë kësaj. Unë u them, shkoni në djallë. Aq thjesht. Nuk më takon mua të vërtetoj se nuk jam kumbari. I takon atyre të vërtetojnë se jam kumbari. Ndërkohë, teksa postoi në Facebook foton e një qytetari i cili po qëndroni vetëm në trotuarin pranë ambienteve të kryeministrisë. Kreu i qeverisë ironizoi tubimet, duke u shprehur se protestuesit shpesh përdoren nga aktor politik dhe rrjetet sociale për interesa të tjera. Ikën sigurisht, edhe ata që algoritmi dhe partitë e partitshkat e gurëve të hedhur e të duarve të fshehura i mblodhën për të burgosur Ramën, duke e kthyer bulevardin e kryeqytetit të Europës së Ballkanit në një shesh mesjetar, ku turmat e inkuizionit u lërinin në korë për djegjen e gjallë të shtrigave. Ikën sypuliturat opozitare që vinin rrotull duke folur me pasqyrën e tualetit digjital para fytyrës së tyre hipokrite. Ikën lëtyrat parlamentare që nxirrnin kokën pas shqiponjës mbi kurrizin tënd. Në postimin e tij të gjatë, Rama u bën thirrje protestuesve që të mos përdoren kundër interesave të vendit, por të jenë të gatshëm për dialog me qeverinë. Eja tek unë, jo të më duart trokasësh, jo të heqësh dorë nga kritikat e tua, as të më votosh nëse nuk do të mbushet mendja. Se jo thjesht nuk jam unë e keqe e madhe që ata kanë mbushur mendjen se jam. Eja pra tek unë, qofte edhe vetëm për të mos lënë askënd të përdor hallin tënd kundër Shqipërisë dhe as të përdor hallet e Shqipërisë kundër teje. Por pas reagimit të kryeministrit nuk mungoi as përgjigjja e protestuesit në foto, i cili u shpreh se Rama nuk mund të flasë në emër të qytetarëve, të cilët duan të ndërtojnë vetë ardhmen e tyre, pa u bërë vegël e askujt. Opozita mbështet plotësisht 5 kërkesat e bëra publike nga protestuesit. Kreu Demokrat Berisha tha se parlamenti duhet të ndërpresë çdo aktivitet të shqyrtojë me seriozitet kauzën e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se mbështet kërkesat e prezantuara nga protestuesit një ditë më parë. Në një konferencë me gazetarët, Berisha theksoi se demokratët janë në protestë me qytetarët e deputetët nga ana tjetër do të bëjnë gjithçka për të plotësuar kërkesat e tyre. Jemi të gatshëm të trajtojmë me seriozitetin më të madh dhe insistojmë që parlamenti të ndërpresë çdo lloj aktiviteti tjetër dhe të merret me trajtimin e kërkesave të drejta të protestës së rinisë dhe qytetarëve shqiptar. Ndërkaq Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor kamerat e projektit Smart City për të përgjuar qytetarët që janë në protestë prej më shumë se 3 javësh, njësoj si në kohën e diktaturës komuniste. Këtu keni një kamerë robotike që survejon ditën e natë protestet, kryengritjen paqësore të qytetarëve dhe rinisë shqiptare. Të tilla kamera janë vendosur në të 4 anë të Tiranës. Kryetari i Partisë Demokratike komentoi edhe intervistën e kryeministrit Rama për Financial Times dhe fjalorin e përdorur nga shefi i qeverisë. Sharja e tij ishte shokuese për gazetarën dhe për audiencën e pranishme.
Edi Rama nuk sillet si padrino, shumë më keq se padrino i Shqipërisë. Edi Rama konsideron Shqipërinë një sultanat të kohrave të shkuara. Një ditë më parë protestuesit shpallën zyrtarisht kërkesa drejtuar qeverisë socialiste para zhdorëheqja e panegociueshme e Edi Ramës dhe krijimi i qeverie tranzitore, jo partijake me mandat një vjeçar, ndryshimi i kushtetutës, kodit zgjedhor e ligjit për financimin e partive, si dhe kufizimi i ushtrimit të detyrës për kryeministrin në 2 mandate. Protestuesit kërkojnë edhe shfuqizimin e paketës së maleve dhe ligjit për investime strategjike, anullimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe anullimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka reaguar lidhur me protestat në Tiranë, duke kërkuar që emri dhe simbolet e UÇK-s të mos përdoren për interesa politike, pasi ka përpjekje të vazhdueshme për manipulim dhe shfrytëzim të simboleve të saj. Kryetari i organizatës Hysni Gucati deklaroi se disa njerëz dhe grupe që deri dje kanë tentuar ta zbehin, ta devijojnë dhe t'ia ulin vlerën e ushtrisë çlirimtare, po e përdorin UÇK-n për interesat e tyre. Kjo sipas tij është e papranueshme dhe thyese për dinjitetin e luftës. Dhoma Amerikane e Tregtisë ka kërkuar dialog për investimet e huaja në Shqipëri. Në prezantimin e gjetjeve të një sondazhi për klimën e biznesit, theksi është vendosur te vijimi i luftës ndaj korrupsionit. Edhe pse pa ju referuar drejt për drejt situatës së krijuar me investimin në Zvërnec, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë Grant Van Clear gjatë një forumi biznesi vuri theksin te dialogu mes grupeve të interesit si një element kyç për të nxitur sipërmarrjet e huaja. Shpresoj të ketë dialog. Kam parë edhe investime shqiptare ku ka pasur dialog konstruktiv dhe rezultate konkrete. Duhet luftuar korrupsionin në këtë aspekt për të cilin po flasim. Le ta marrim këtë si një mesazh të fortë në mënyrë që të ecim përpara. Theksin do ta vendosja tek dialogu. Ndërkohë, Dhoma Amerikane e Tregtisë publikoi gjetjet kryesore të sondazhit të saj të fundit. Shqetësimet kryesore lidhen me monopolin dhe konkurrencën e padrejtë, burokracinë qeveritare, klimën e brendshme politike, ekonominë informale, gjetja e stafit kualifikuar. Këto janë pra ato problemet kryesore të cilat evidentojnë që janë shqetësimet kryesore të anëtarësisë. Sondazhi i Dhomës Amerikane konsiderohet një nga macit më të rëndësishëm të perceptimit të investitorëve dhe kompanive që operojnë në Shqipëri, duke shërbyer si tregues i besimit të sektorit privat ndaj institucioneve dhe funksionimit të tregut. Vit pas viti, qeveria ka rritur ndjeshëm buxhetin për prokuroritë dhe gjykatat, por ministri i drejtësisë kërkoi që kjo mbështetje të përkthehet në një shërbim sa më cilësor për qytetarët. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu gjatë një takimi me komunitetin ndërkombëtar të donatorëve vlerësoi mbështetjen që qeveria i ka dhënë sistemit të drejtësisë, duke theksuar se për 6 vitet e fundit investimet janë rritur mbi 100%. Në 2020 buxheti i sistemit drejtësisë ishte 66 milion euro, ndërsa sot është 135,6 milion euro. Pra një rritje prej më shumë se 105% në 6 vite. Dhe gjatë kësaj periudhe janë shtuar 709 vende pune të reja në sistem. Ministri propozoi barometrin e drejtësisë Albania, duke kërkuar që investimet në reformë të maten nga ndikimi tek qytetarit dhe jo nga numri i projekteve. Krijimin e barometrit të drejtësisë për Shqipëri. Justice Barometer Albania. Jo si raport vetë vlerësimi institucional, por si një sistem i hapur matjeje, i ndërtuar mbi tregues të krahasueshëm, si me standardet europiane, por dhe me një metodologji të zhvilluar së bashku me ju, me partnerët tanë besnik. Sipas ministrit Gogu, mbështetja partnerëve për periudhën 2025-2027 arrin rreth 43,8 milion euro, një kontribut sipas tij i rëndësishëm dhe strategjik, duke parafruar drejtësinë e vendit me ato të standardeve të Bashkimit Evropian. Parcela me kanabis janë zbuluar gjatë kontrolleve të ushtruara nga policia në Malsinë e Krujës. Bimët narkotike janë azgjësuar përmes djegjes, ndërsa po hetohen edhe ambiente të mbyllura që mund të përdoren për kultivimin e drogës.
Të paktën 20 grupe nga policia e Tiranës me urdhër të drejtorit të qarkut Oliger Torba kanë zbarkuar mëngjesin e kësaj të martën në zonat malore të Krujës në kuadër të operacioneve antikanabis. Për afër një muaji me hetime proaktive, por dhe me metodat e monitorimit të zonës me pajisje teknologjike, janë evidentuar disa parcela dhe objekte që përdoreshin për kultivimin e kanabisit. Operacioni ku janë përdorur dhe dronte cilësisë së lartë është rrirë në territorin e fshatrave të thella të Krujës. Gjatë kontrollave janë zbuluar dhe asgjësuar me anë të djegjes një numër i konsiderueshëm fidanësh dhe bimë narkotike kanabis. Gjithashtu shërbimet e policisë kanë intensifikuar punën dhe për kontrollin e ambienteve të mbyllura, ku dyshohet se mund të rriten bimë narkotike duke përdorur llampa. Drejtoria e Policisë e Tiranës dhe Komisariati i Policisë së Krujës në bashkëpunim me OSHE-n po punojnë për të zbuluar zonat me risk ku mund të kultivohet hashashi. Gjithashtu po hetohen disa persona që dyshohet se janë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Është tensionuar sërish situata mëngjesin e kësaj të martë në hyrje të kantierit të aeroportit të Vlorës, ku kamion të kompanisë Valon Ademit kanë bllokuar portën kryesore, duke penguar hyrjen e nënkontraktorëve të kompanisë Begjet Pacollit. Qëllimi ka qenë mos lejimi i vijimit të punimeve nga firmat e kontraktuara nga Pacolli. Aktualisht hyrja në kantierin e aeroportit të Vlorës vijon të mbahet e bllokuar nga 2 kamion të vendosur në portën kryesore. Konflikti mes palëve vijon të ndikojë drejt për drejt në ecurinë e punimeve për aeroportin. Maturantët në të gjithë vendin kanë dhënë këtë të martë provimin e fundit atë të lëndës me zgjedhje. Pas mbylljes së maturës, të rinjt nisën për zgjedhjen e 10 degëve për studimet e larta. Këtë të martë maturantët zhvilluan provimin e lëndës me zgjedhje, që përmbyll zyrtarisht procesin e maturës shtetërore për këtë vit shkollor, ashtu si një vit më parë, ekonomia mbetet ndër lëndët më të preferuara nga maturantët. Në vitin e kaluar, këtë lëndë zgjodhën mbi 10.000 nxënës, ndërsa edhe këtë vit, interesi vijon të mbetet i lartë. Nuk mungojnë as lëndë të tjera si biologjia apo psikologji dhe qytetari. Do të vazhdoj për financë kontabilitet, edhe lëndën që zgjodha ishte ekonomia, është një lëndë që kam përvetësuar shumë mirë e kam me pasion. Unë zgjodha lëndën e biologjisë, duke qenë se është një nga pikat e mia më të forta, dhe gjithashtu provimi ishte i një nivelit mesatar. Kisha zgjedhur provimin e biologjisë, ishte provim, le të themi, i ngarkuar, stomatologjia për mjekësi. Shpresoj inshallah e kap dhe pretendoj shumë. Të pyetur nëse studimet duan t'i vijojnë në Shqipëri apo jashtë saj, maturantët ndajnë mendime të ndryshme. Shqipëria është shumë e uritur në thonjza për kontabilist, sepse shumica e tyre që shkojnë për ekonomi pozicionohen më shumë te marketingu apo ekonomia e përgjithshme dhe kontabilistët janë shumë në mungesë. Mendoj se do vazhdoj jetesë jashtë shtetit, edhe mekatronika besoj se është degë e dur për jashtë shtetit. Kam zgjedhur që të studioj në Shqipëri për mjekësitë përgjithshme, edhe më pas vazhdoj për kardiologji. Pas këtij testimi, vëmendja e maturantëve do të jetë për zgjedhja e 10 preferencave për studimet e larta në portalin U-Albania, proces që do të përcaktojë edhe drejtimin e tyre akademik. Qeveria shqiptare nënshkroi këtë të martë një memorandum mirëkuptimi me kompaninë e njohur energjetike italiane Eni që do të garantojë rezervën strategjike të naftës në Shqipëri. Gjatë ceremonisë, kryeministri Rama nënvizoi se shumë shpejt do të krijohet një operator i ri në tregun e hidrokarbureve, që do të menaxhohet nga kompania italiane. Pashtu do të realizohet edhe një studim fizibiliteti për krijimin e kapaciteteve kombëtare të furnizimit dhe magazinimit të produkteve të naftës dhe gazit. Kryeministri deklaroi se kjo marrëveshje shënon një tjetër hap drejt forcimit të sigurisë energjetike. Në ditën e 24 të protestës kundër ndërtimit në Zvërnec, por edhe kundër qeverisë, shumë protestues janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar drejt kryeministrisë. Në tubim marrin pjesë qytetarë, aktivistë, por edhe qytetarë shqiptarë që jetojnë në vende të tjera të botës. Ndërkohë që prej të shtunës një grup protestuesish janë vendosur para kryeministrisë në formë qëndrese, duke qëndruar pa lëvizur gjatë gjithë ditës dhe natës. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, por edhe kërkesa të tjera si anulimi i ligjeve që sipas tyre lidhen me mjedisin, natyrën dhe zonat e mbrojtura. Pas përfundimit të fjalimeve para kryeministrisë, protestuesit pritet të vijojnë marshimin në formë kolone në disa akse kryesore të Tiranës.
Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.